shtëri. Kalim kohën e lirë. Falenderoj për të nisim që keni marrë, por nëse s'e kishim këto ambiente, këtë investim, Patjetër, do ishte kaq e plot. Dori që ta zgjasim edhe pak shkollën. Po. Kjo është gjë e mirë sepse këtu këta krijojnë miqësi të reja, argëtohen, edhe ja kalojnë mirë. Si të duket puna vullnetare? Jashtëzakonisht, të shijoj. Ja kështu neve mësojmë në shkollën verore duke u argëtuar. Su janë nanës birë veç një fjalë, fol me nanën, pasht madhin zot, e mos e letë mbytun lot, se i shkon moti veç me vaj, kruej lotin sytë e saj. Bravo. Që sot jemi këtu në shkollën Halit Çoka në Kamës, që tashmë është organizuar me shumë klube. Një kamp i mirëfillt vere brenda mjediseve të shkollës, ku rreth 1000 fëmijë në 10 shkolla janë organizuar përmes mësuesve, të cilët janë pjesë e shkollës verore për të mësuar përmes argëtimit, për të shpenzuar 2 javët pas procesit mësimor, i cili përfundoi pak ditë më parë, dhe sigurisht duke i siguruar gjithë ato parametra që lidhen me sigurinë e fëmijëve brenda mjediseve të shkollës, sepse kemi gjithashtu edhe oficerin e sigurisë në shkollë, punonjës social dhe psikolog, të cilët kujdesen pra për mbarvajtjen e këtij procesi në këto 2 javë të shkollës verore. Jam e bindur që bashkitë do t'jenë ato që do ta përkrahin këtë iniciativë së bashku me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe gjithë partnerëve tanë për të krijuar mundësinë fëmijëve që edhe përtej procesit mësimor, edhe për gjatë verës, ne të kemi shkolla sa më të hapura që të shërbejnë në komunitetet të nxënësve, hapura që të shërbejnë patjetër edhe të lehtësojnë prindrit për gjatë paradites ku ata janë punë, por ajo që ne po vlerësojmë është që në Bashkitë Qendër-Qarku të mundësojmë edhe shërbime të tjera jashtëshkollore, ku ne jemi duke punuar për të ndërtuar programe që të vinë në ndihmë të gjitha nxënësve, por gjithashtu edhe prindërve për oraret pas mësimit.